Nxënës, mësues dhe prindër të shkollës nëntëvjeçare Beslidhe në Lezhë kanë zhvendosur edukimin mjedisor nga teoria në veprim konkret, duke kontribuar në gjelbërimin e mjedisit përmes mbledhjes së pemëve dekorative. Në kuadër të kësaj nisme, ata kanë mbledhur 20 pemë pranë memorial të Heroit Kombëtar, me synimin për të sensibilizuar qytetarët mbi rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe nevojën për një angazhim të vazhdueshëm në përmirësimin e tij. Shpesh mendojmë se vetëm njerëzit flasin, por në të vërtetë edhe mjedisi ka gjuhën e saj. Mjedisi flet, por jo me fjalë. Mjedisi flet nga ari i ndotur, uji i papastër dhe pyet që po zhduken dita ditës. Sot, shkolla jonë po vepron për ta mbrojtur mjedisin. Me veprat tona ne japim zë atij. Synimi i këtij aktiviteti është ndërgjegjësimi i qytetarëve në lidhje me problemet mjedisore dhe gjelbërimi i komunitetit me anë të punës vullnetare. Siç e shihni, ambienti që jemi përzgjedhur për këtë aktivitet është vendvarrimi i Skënderbeut. Kjo zonë ka vlera historike dhe kulturore dhe frekuentohet shpesh nga shumë vendas dhe të huaj. Aktiviteti jon vetëm sa i shton vlerës së këtij monumenti. Ky aktivitet është një mundësi shumë e mirë për të edukuar qytetarët dhe për të hyrë në ndihmë qytetit tonë të dashur. Drejtoresha e shkollës Anisa Lishi dhe kryetaria e bordit të prindërve Julieta Shema theksuan se aktivitetet e tilla kanë në fokus arritjen e ndërgjegjësimit mjedisor, forcimin e ndjenjes së përgjegjësisë dhe edukimin e brezëve të rinj përmes kujdesit ndaj natyrës. Shkolla Beslidhja në kuadër të bashkëpunimit me prindër organizon një aktivitet të ideuar nga nxënës dhe mësues të shkollës Beslidhja, por që mirëprit që në fillim nga prindërit. Një aktivitet që konsiston në mbledhjen e 20 fidanëve, që në fillim ne kërkuam bashkëpunimin e bashkisë për sigurimin e një parcele dhe na u sigurua kjo parcelë pa një pikë strategjike me vlera të mëdha kulturore dhe historike siç është vendvarrimi i Skënderbeut për të mbjellë këto 20 fidanë. Më shumë se sa një mbledhje fidanësh, ky është një aktivitet që përçon vlera përgjegjësie dhe edukimi. Dhe secili nga këto fidanë përcjell një mesazh që edukimi për mjedisin nuk bëhet vetëm në libra, por edhe nëpërmjet veprimeve të tilla konkrete. Sensibilizimi për qytetin, mjedisin, si edhe edukimi i fëmijëve përmes punës konkrete dhe të nxënit nga përvoja janë në qendër të kësaj nisme të shkollës nëntëvjeçare Beslidhe në Lezhë, e cila synon të shërbejë si model edhe për bashkëmoshëtar të tjerë.